nga një ekonomi e centralizuar, ne do të kalojmë në privatizime në ekonominë e tregut. Gjithë ato fabrikat që ne kishim po fillonin të mbylleshin. Si ndikoi kjo në, le të themi, në jetën e sindikatave? Ishte kjo, le të themi, goditja e parë që morën sindikatat ose kurja e parë, apo sindikatat kishin perceptuar komplet ndryshe ardhjën e demokracisë? Është kjo e fundit që the. Sindikatat i kishin konceptuar komplet ndryshe ardhjën e demokracisë. Sindikatat menduan që do të ishin gjithmonë, domethënë krahas punëtorëve, do t'i mbronin ato, por në të njëjtën kohë u ndodhen para disa të papriturave që ishin fare të paprigatitur. Edhe konkretisht ishte kjo reforma që u bë, që i quanim ne reforme, dhe ne duhet ta mbështetshim demokracinë dhe filluam të sqarojmë punëtorët që shiko, reforma do bëhet, teknologjia e re do të hyjë, ju duhet ta kuptoni që kjo duhet bërë. Mirëpo ndërkohë ne nuk kuptuam atë të rëndësishme që fabrikat dhe uzinat ishin në gjendje pune dhe po mbylleshin. Dhe ne vajtëm, mi shkatruam. Dhe u shkatruan, u prishën, domethënë ikën punëtorët nga puna, numri i punëtorëve që ikte nga puna ishte një minus i numrit të antarësisë sindikaliste. Kështu që filloi të kurrej numri i antarësisë. Edhe kjo natyrisht nuk influencoi pozitivisht edhe tek punëtorët, sepse ato thanë ne luftuam gjithë për demokracinë, po sot ku jemi, ngelëm të papunë, me një mbështetje qesharake dhe atëherë. Kështu që filluan sindikatat tash nuk kishin nga t'ja mbanin, a duhet të mbronin interesat e punëtorëve apo duhet të mbronin dhe reformën që duhej bë, sikurse na ishte thënë ne.